pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Le të vazhdojmë përpara. Kështu edhe Krishti, pasi u dha një herë për të marrë mbi vete mëkatet e të shumtëve, do të duket për së dyti pa mëkat, për ata që e presin me durim për shpëtim. Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 9, vargu 28. Jeta është plot me ulje ngritje, apo jo? Ka ditë të mira dhe ditë të këqija. Ka kohë gëzimi dhe kohë hidhurimi. Pyetja është kjo: si do të ishte nëse nuk do të kishte lugina, hije apo kohë të vështira? A mund ta imagjinoni një pamje vetëm me ngjyra të gjalla, pas një kontrast të errët apo hije të ndryshme? A mund të imagjinoni një parajs tropikale, ku çdo ditë do të ishte e përsosur? Me fjalë të tjera, a nuk është vështirësia ajo që e bën arritje në maj domethënëse dhe të rëndësishme? I urtë është njeriu që e kupton se shkëlqimi i dritës së diellit në majën e malit është marramendës, por asgjë nuk rritet në majën ku dheu është i ekspozuar ndaj erës së fortë. Shumë kohë më parë, një nga autorët e Dhjatës së Re ju adresua pikërisht çështjes për cilën po flas, se si ta bëjmë udhtimin përmes luginës një përvojë domethënëse. Unë do t'ju inkurajoja që të lexonit letrën drejtuar Hebrejve, kapitulli 10, në Dhjatën e Re. Ky pasazh tek Hebrejt 10 fillon duke dhënë një inkurajim që e përdor si një premisë. Është vdekja e Jezus Krishtit, që ai e përshkruan si një udhë të re dhe të gjatë, që edhe tani është një kryeprif në shtëpinë e Perëndisë. Më pas ai e përdor 3 herë frazën le të, për çdo herë duke na nxitur që të veprojmë, gjë që na ndihmon të përballemi me dekurajimin dhe lodhjen. Hera e parë ku është përdorur tok fjalëshi le të është le t'i afrohemi me zemër të vërtetë, në siguri të plot besimi, duke i pasur zemrat tona të spërkatura, domethënë të pastruara prej ndërgjegjes lig dhe trupin të larë me ujë të pastër. Lajmi i mirë i nxitjes dhe inkurajimit është lajmi i mirë. Keni telashe, dhimbje dhe keq kuptim? Atëherë shkoni tek froni i hirit dhe tregojini Perëndisë se si ndjeni. Shumë njerëz mendojnë se nuk janë asnjëherë të mirë mjaftueshëm sa Perëndia t'i dojë apo të kujdeset për ta. Është për asaj që Krishti bëri që ju mund vini siç jeni dhe të kërkoni ndihmën e tij. Mua më pëlqen fakti që ai thotë se zemrat tona janë të spërkatura prej së larti, gjë që largon ndërgjegjen e lig dhe që trupat tanë janë të larë me ujë të pastër. Një pamje kjo e punës pastruese të Perëndisë kur shkojmë tek ai, diçka që Bibla e quajnë shenjtërim. Është ndryshimi që ndodh kur Perëndia zë vendin që i takon në fronin e zemrës tonë. Hera e dytë kur thuhet le të, është tek le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës tonë, sepse besnik është ai që premtoi. E gjejmë këtë te letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 10, vargu 23. Me fjalë të tjera, mbahuni fort te premtimet e Perëndisë. Mos lejoni askënd, përfshirë edhe djallin, t'ju largoj prej tyre, duke ju bërë të mendoni se nuk jeni të mirë mjaftueshëm, që Perëndia i do të tjerët por jo juve. Premtimet përfshin sigurinë që mëkatet tuaja janë falur, që ju jeni bërë pjesë e familjes Perëndisë, që ju jeni bij dhe bija të tij dhe që asgjë dhe askush nuk mund t'ju ndajë ndonjëherë nga dashuria e Perëndisë. Dëgjoni, kjo është një vërtet mjaft e fuqishme dhe këtë e gjeni tek Romakët kapitulli 8. Kjo sfidë thot: duroni, sepse besnik është ai që premtoi. Palëkundshmëria e stilografit tuaj mund të mos ketë shumë vlerë, por kur krijuesi i qiellit dhe i tokës ju jep ju siguri, ju mund të jeni të bindur se ai nuk do ta shkelë atë siguri dhe do ta mbajë premtimin e dhënë. Hera e tretë kur e ndeshim tok fjalshin le të, është le të mos heqim dorë nga të mbledhurit ton, sikurse kanë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin, aq më tepër se e shihni ditën që po afron. E gjejmë këtë tek Hebrejt 10:25. Kur njerëzit izolohen nga njëri tjetri, është si të largosh nga zjarri një copë druri që digjet. Zjarri fillon të fiket. E vërteta është që ne kemi nevojë për njëri tjetrin, për t'u inkurajuar, për t'u forcuar dhe për të marrë dhënë ndihmë. Bëni një shënim tek letra drejtuar Hebrejve kapitulli 10 dhe vazhdoni të hidhni hapat një nga një. Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.